Tashmë kur godet fizikisht gazetarët shkon direkt në burg dhe atje mund qëndrosh deri në 6 vjet, dhe jo vetëm kaq. Edhe nëse kërcënon gazetarët mund të vuash deri në 3 vjet burg në qeli. Njerëzve të medias u jepet kështu një farë imuniteti për shkak të detyrës, që u mungonte deri dje, i ngjashëm me ato të ushtarakëve apo policëve. Sigurisht kjo ka lidhje me detyrën e tyre si njerëz që përshkruajnë lajmet dhe nuk u jep imunitet atyre gazetarëve që për shembull bëjnë pjesë e grupeve kriminale apo ndonjë tjetër që mund të shmendet dhe godet njerëzit rrugës. Por ama njëkohësisht ndryshimet dje në kodin penal kanë dekriminalizuar shpifjen duke e zëvendësuar me masa të tjera të quajtura më proporcionale. Pra nëse një gazetar për shembull jep një lajm pasakt apo të pavërtet, atij jepet mundësia të japë përkujtjen shtetimin më pas përpara se të përballet me një gjyq civil për shpifje. Dhe këtu sigurisht hapen dy spirale diskutimi për cilat megjithëse nuk u pyetëm shumë, ne si gazetarë na takon të mbajmë qëndrimin ton edhe personal. Sa i përket ndryshimeve të atyre që kërcënojnë apo prekin fizikisht gazetarët, megjithëse me zemër të tyre, më duhet të them se jam dakord. Megjithëse në 34 vite punë aktive, më ka ndodhur vetëm 2 herë deri diku të kërcënohem apo të prekem, një herë nga një famkeq, Agim Sheu në vitin 94 dhe gati një vit më parë nga një tjetër klon shqiptar në Londër. Shoh se kërcënimet, bullizimi, por dhe rreziku i goditjes fizike në gazetarëve për fat keq është shtuar. Dhe këtu nuk e referohem prekjes së flokëve të Ambrozias nga Rama, por sigurisht pa e përjashtuar dhe atë. Për 2 vjetësh protagonistë lartë politikës po nxisin urrëtitjen e gazetarëve që nuk janë dakord me ta. Me thënë drejtën këtu nuk fuz zotin Berisha, i cili është i pakorrigjueshëm në armiqsinë që ai shpreh ndaj gjithë atyre që nuk janë dakord me të. Që nga arrestimi Martin Legës, nga cuktimi Zamir Dulës në 97, nga djegja e makinës me përbazës apo deraja e tij më vonë, deri tek shpallja fuqishti 5 gazetarëve pas 21 janarit. Këtu i referohem pak djares helmatise që del nga goja e ndonjë gjoje të moderuar si Gazmen Bardi, apo dhe profesor Luciano Boçi, i cili para se të bënte thirrje të shtunën militantëve të sulmonin kryeministrin, i frymëzonte ata me urrëtitje ndaj gazetarëve, analistëve apo mediave që thjesht nuk janë dakord që Shqipëria të digjet vetëm për Sali Berishën. Nëse mendonin që unë jam i njohshëm në këto që them, shikoni si u votua ndryshimi i kodit mbrëm. Kundër ishin votat e Partisë Demokratike. Sa i përket dekriminalizimit shpifjes, ndonse OSBE e përshëndeti pak minuta më parë, ndonse me drejt qeveria thotë se ka marrë udhëzim nga Brukseli, më duhet them se nuk jam dakord. Nuk kam qenë dakord në vitin 91 apo 97 kur gazetat kritike me qeverinë Berisha vetëm për këtë arsye ndonjëherë gënjenin edhe kur ai thoshte mirëmëngjes. Ashtu siç nuk kam qenë dakord me mënyrën ala sigurimse të përgjimit të çdo politikani vetëm sepse ai është politikan, nga fotot nudut e Edi Ramës dhe deri tek rasti i Zollit Pango. Më tërshton fakti që vetëm sepse duhet goditur Fatmir Xhafaj, u shpik një përgjim banal për vllajën e tij nga një konglomerat politiko-mediatik. Më bëri qesh, por më trishtoi edhe fakti se si një gazetare pak kohë më parë, në rastin më të mirë vetëm për të dukur interesante, gënjeu pa ju dridhur qerpiku kur parashikoi arrestimin e Edi Ramës nga amerikanët në datën 20 janar. Gënjeu, dhe një gazetar që gënjen nuk mund të jetë gazetar. Ndaj më trishton fakti kur shoh dhe dëgjoj sot edhe gazetarë që protestojnë se pse shpifja nuk u dekriminalizua totalisht. Po përse një gazetar duhet ketë frikë të ndërshkohet kur gënjen? A duhet ketë frikë një politikan që vjet? A duhet i friksohet ligji një polic që vret me armën e shtetit? A duhet një pilot të rrëzojë avionin që është besuar? Unë them jo. Te këtë e thotë dhe logjika më e thjeshtë. Po ky është thjesht mendimi im. Të ftuarit e mi mund mendojnë ndryshe. Për këtë do flasim sonte. Sikla. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Restor, me mua sonte program janë Frok Çuvi, mirëmbrëma Frok, gazetar shumë i vjetër, si gazetar. Flogert Muça, një gazetar shumë i ri, mirëmbrëma Flogert, nga Lexo.al. Brisita Gjikoni, mirëmbrëma Brisita, avokate dhe aktiviste drejtave të njerëzit. Arseta Gjyli, opinioniste, por jo vetëm. Mirëmbrëma Arseta, faleminderit që me mua sot. Faleminderit. Po ndjekim fillimisht çfarë ndodhi në orët e mbrëma e vonat mbrëmjes dje, pra kur Parlamenti i Shqipërisë miratoi ndryshime të ndryshme në kodin penal, por ato që na interesojnë ne në fokus të diskutimit sot janë ndryshimet e kodit penal sa i përket shpifjes dhe patjetër forcimit të masave mbrojtëse ndaj gazetarëve. Ndjekim Andon Kello. Burg ku shprek apo cënon gazetarët.
Kuvendi miratoi ndryshimet ligjore në kodin penal, të cilat dënojnë me 1 deri në 5 vite burg cili ndoj që godet një gazetar. Gjithashtu me burg nga 1 deri në 3 vite, dënohen edhe ata që kërcënojnë gazetarët. Me herët gazetarët trajtoheshin para ligjit si qytetarët, por tani dënimi për ata që prekin apo kërcënojnë ata, do t'jetë njëjtë si ata që godasin apo kërcënojnë një zyrtar publik apo punonjës shteti. Në parlament, ndryshimet në kodin penal kaluan fal 82 votave të Partisë Socialiste dhe 3 Partisë Social-Demokrate, ndërsa Partia Demokratike, edhe ajo pak e pranishme, çoi 9 kartona kundër. 85 dhe 1 me karton, 0 abstenim, 9 kundër, miratohet në tërësi projekt ligji. Po ashtu me të njëjtat vota u miratua edhe dekriminalizimi i shpifjes për gazetarët. Nga sot një gazetar nuk mban përgjegjësi penale për shpifjen, por ai duhet të ketë qëllim kryesor interesin publik, kurse pasi të jetë informuar për pasaktësinë e informacionit nga personi i prekur apo autoritetet kompetente, duhet ta përgjinjështrojë ose sjarojë. Kurse Partia Demokratike kërkoi dekriminalizim të shpifjes për të gjithë, nga një qytetar i thjesht deri tek deputetët, duke hequr nga kodi penal edhe fyerjen. Amendament i cili u rrëzua me 82 vota kundër. 10 vota pro, 1 abstenim, 82 kundër, projekt ligji nuk miratohet. Dyshimeve të Partisë Demokratike për mënyrën se si do të regjistrojnë gazetarët sipas nenit të ri, Ministri i Drejtësisë Besfort Lamallari u përgjigj me argumentin se të gjitha këto ndryshime kanë marrë dritën jeshile nga Bashkimi Evropian. Qeveria shqiptare ka shprehur qartë vullnetin e saj dhe kjo ka qenë në konsultim pa dyshim dhe me Komisionin Evropian, por nuk jemi mjaftuar vetëm këtu. Krahas dekriminalizimit të shpifjes për gazetarët, kemi shkuar edhe më tej, duke garantuar mbrojtje specifike për ta. Edhe projekt ligjet e tjera kaluan me votat e mazhorancës socialiste, nga ndryshimet në reformën drejtësi për statusin e prokurorëve dhe gjyqtarëve deri tek ndryshimet ligjore për komisionet hetimore. 84 vota pro, 0 abstenim, 10 kundër, miratohet në tërësi projekt ligji. Frok, po drejtojmë ty të parën me që ke qenë disa lista të zeza, edhe për eliminime fizike dhe kohët të vështira, po flasim 97-ën, 98-ën, kanë kaluar më shumë se një çerek shekulli që atëherë. Dikush mund të thotë, a janë të nevojshme këto masa? Po se pse janë të nevojshme këto masa? Pra, që një person që kërcënon një gazetar apo që e prek me dorë fizikisht me të, shkon direkt në burg. Në vërtetën duke menduar këtë gjë edhe me ato që po thoni, me ato që kemi hequr në këtë vend, gjatë asaj periudhe, kam përshtypjen se është transferuar realiteti prej atëherë dhe konsakrohet në ligj sot. Domethënë, vjen një realitet i kaluar dhe sot bëhet ligj. Ka dikush mund të thotë ndoshta kohë ka përcyer? Kuptohet që ligji s'ka veprim me fuqi parapavepruese, dhe s'mund t'i dënoj dhe s'mund të na jap ne të drejtë. Jo, po them, a ka nevojë sot për pse ka nevojë sot për një ligj? Unë mendoj që është i vonuar, duhet ishte bërë më përpara për një kohë tjetër. Dikush mund të thotë Sokol kam përshtypjen se është më shumë gur kilometrik për shoqërinë se sa një nevojë domosdoshme e para, dhe e dyta është unë mendoj se duhet. Për arsye se papritur çdo mund të shmendet. Mund të shmendet dhe të ndodhë si atëherë. Atëherë nëse kishim këtë ligj, dhe sigur ta kishim atëherë se zbatonte njëri këtë ligj. Po sot duhet në radhë parë për këto arsye që ne po shkojmë drejt Europës, se gjë që janë tjetër gjë që është e kancelarisë. Por duhet për të emancipuar shoqërinë, për ta pasur. Kemi pasur ligjin e që ndalon të vrasjen dhe fyerjen e lajmësit. E kemi pasur në demokracinë para historike. Kanun. Kemi pasur të gjitha kanunet. Qiko, kanuni lekës, kanuni lek Duhaxhinit e konsideron lajmësin me imunitet diplomatik. Nuk preket, nuk fyhet, nuk i preket qanta që ka në dorë, dhe po të sulmohet, është sulmuar publiku, është sulmuar kanuni. Gjë që i merren masat ekstra ordinere. Do të thotë që as mund të fyej, as mund të vritë, në qoftë se vritej ai, nuk ishte vrarë ai, po ishte vrarë fjala dhe ishte vrarë publiku. Është thënë fjalë për fjalë
në nenet e kanunit. Që të regon se demokracia parapolitike në vendin tonë i kishte këto elementet edhe të regon se ne e kemi në thelb këtë emancipim. E jemi një kom që nuk na ndan nga komet e tjera egërsia, primitivizmi dhe nocionet të tilla që i lënë prapa historit, i lënë prapa modernizimet të tjera. A është vonë sot për ta kthyer, për të thënë që jemi në të njëjtën demokraci, ose në një demokraci moderne, por që nuk e lejojmë të vritet dhe të fyet lajmësi. Jam kreti sigur që jemi shumë vonë. Ne kemi humbur shumë miq të dashur. Ne kemi pasur na vjen për të qarë. Na kanë humbur në për duart tona. Unë praktikisht jam sot gost, jam krejtësisht fantazëm, sepse unë jam caktuar 2-3 herë për të vrarë, nuk dua të them gjëra për vete, për të vrarë nga ushtria e Sali Berishës. Më ka fshehur ambasada amerikane, ka fshehur ambasada gjermane, e tjerë, ka fshehur Vlora. Po kjo s'më emocionon për vete. Sinqerisht e kam ka përsyer 1000 herë dhe por na është vrarë Dulja, na është vrarë Uka. Na është goditur për vdekje Gjergj Zefi në Shkodër, është goditur për vdekje Martin Leka. Na kanë marrë natën, ju s'keni qenë atë natë, se di nëse keni qenë. Kemi qenë bashkë, po. Na kanë marrë natën të gjithë në furgon nga redaksia e gazetës. Ditën kur shpërtheu bomba Vefa. Na kanë quar në burg. Do më kemi qëndruar, jo diti, kemi qëndruar në burg pas një vetë. U akuzum se autor që këshën vënë bombë. Se nuk është pas e mund shëmë pupë. U akuzuam që këshën vënë bombë. Për të më shkuar të emocionet, shkojmë të një tragjizëm i cili me këtë rast ndoshta, pa me siguri me këtë rast i vihet dig, i vihet barrier. Kjo s'do të ndodhë më kur. Dhe s'duhet të ndodhë më kur. Brisita? Unë mendoj që një ligj krijohet, duke qenë dhe që jam e fushës, një ligj krijohet kur ka një fenomen. Edhe ti për ta reguluar atë fenomen, bën një akt të tillë që ta administrosh dhe ta parandalosh. Unë nuk di deri më tani, përveç rasteve që di Froku dhe din gjithë shqiptarët që kam qenë pjesë e këtij 30 vjeçari, nuk di që të jetë e hasur kjo dhunimi gazetarëve dhe edhe raja e tyre, kërcënimi i tyre. Unë mendoj që ka qenë dinake, është dinake si nen, mendoj që ka të bëjë shumë me ata që përjashton ky nen, jo me ata që bën pjesë në këtë nen. E them këtë të përjashtimit, sepse duke dhe që... Që përjashton deputetët, thua? Jo vetëm deputetët, por dhe ata që gjëja nuk janë të regjistruar si gazetar. Ti thua për shpifjen? Po, për shpifjen, për nenin e famshëm. Po të flasim për atë nenin e shpifjes, po flas për këtë të mbrojtjes së gazetarëve. Po, edhe të mbrojtjes gazetarëve, kush para? Po të flasim për ato se... Jo, për mbrojtjen. Ai është ndoshta më interesant debat. Për mbrojtjen për mua është shumë interesante, sepse kam pas një debat me zotin Yllir Akipi, një debat shumë të ashpër, sepse sot e kësaj dite, ky debat e kam pas para 6 vjetësh, sot e kësaj dite gazetaria shqiptare nuk ka një ligj. Në të gjithë vendet e Evropës, në Itali, në Francë, ka një ligj për gazetarinë, aq më tepër që është një profesion i spikatur dhe i nderuar. Të gjitha profesionet e nderuara kanë ligj. Vetëm gazetaria nuk ka një ligj të jetë si regulator ose një kod etik. Ke OJF të ndryshme, ka debat për këtë, duhet të ketë ligj për shtypin, debat shumë i vjetër. Ma e mend Frok për 30 vjetësh. Që e shtrëngon dhe e tutelon, por patjetër të jetë një regulator që përcakton disa kritere për ata që mund të quhen gazetar profesionist, gazetar të lirë, se kështu e ka dhe Italia, kështu e ka dhe Bashkimi Evropian të 25. Po, për urën e gazetarëve, por... Po, vetëm ka një gjë, këtu pasaj është një debat shumë i madh. Për shembull, unë po shikoja që është një rrjet që flet për sigurinë e gazetarëve, dhe po tash kush janë këta? Ti shoh kush janë? Ata që kishin dalë proteston. Rrjeti gazetarëve. Jo, po ka disa OJF. Jo, ajo është drejtonte. Është një rrjet të gazetarësh. Po ka, edhe u thash më mirë, jo e pash ku ka punu gazetare. Dhe nuk ka, mund këtë marru studimet për komunikimet e tjerë, siç e kam mbaruar dhe unë, po unë kam 34 vjet në punë, përveç se kam marru masterin në Britaninë e Madhe. Dhe pash s'ka punuar si ditë gazetar. Pra si mund të gjykoj mua një person që nuk e di ç'është gazetaria? Po pra këtë po thoya që janë ngritur shumë struktura që janë thjesht NGO. Tjetë Remzilani, tjetë Froku, tjetë Besnik Dizari, tjenë ta senatorët që pavarësisht qëndrimeve që kanë po e njohën profesionin. Këto e pranojnë.
janë shumë NGO në fakt, që unë shikoj që shumë NGO të gazetarisë më shumë janë për të marrë projekte, bespo shikosh në Facebooket e tyre bëjnë thirrje projekt nga ambasada gjermane, projekt nga ambasada amerikane. Me të marrin të gëzojnë ato para, po problemi është asnjëherë nuk kanë vizionin për të unifikuar dhe për të nxjerrë një paketë ligjore ose një strukturë përbashkuese kur gjithë gazetarët, edhe kur bëhen këto lloj ndryshimesh të kodit penal, të kenë një përfaqësi dhe të ketë një debat nga grupet e interesit. Unë mendoj që gjithmonë në Shqipëri gjërat bëhen nga fundi, nuk bëhen nga fillimi. Po flas për këtë që është bërë dhe që zoti Ulsi Manja e tunte si diçka shumë të rëndësishme. E thash, ti nuk e ke si gazetari, nuk e ke si term në asnjë ligj të Shqipërisë. Tani ti ma vë në kod penal, se një profesion ti e mbron, siç po mbrohet kjo e shpifjes, siç mbrohet kjo e personave që mund t'i fyejnë. Po ti se ke si term atë, dhe për teknikë legjislative është gafe madhe. Si do zbatohet thuat? Po normal, se ti mund të flasësh për mjekët, dhunë ndaj mjeku, ndaj mësuesit dhe vërtet, se ma ka ligj specifik për të dy profesionet, kurse për gazetarin ti nuk ke një ligj. Kjo është pishëm vetëm për sa i përket klimës. Çam shqetëson mua, domethënë fakti ne jetojmë në një situatë të tensionuar politike, që vjen sigurisht ka shumë arsye, një arsye është edhe situata e komplikuar në cilën gjendet opozita shqiptare prej 2021 dhe këtej. Dhe shpeshherë na është dashur të mbajmë qëndrime kritike edhe brenda gjërit të opozitës, jo për fajin ton, por për situatën në cilën gjendet opozita. Dhe kjo sigurisht ka rikthyer, për ta ilustruar, ndjekim pak ditën e shtunë, foli në protestën e thirrur nga zoti Berisha, Luciano Boçi, profesor, madje edhe në gazetari, etj. Jo, një sekond. Shiko ç'a thot Luciano. Se ta thot zoti Berisha, ta thot zoti Bardhi e njohim ç'a profilin e tij. Po ta thot zoti Boçi, që është profesor gazetarie thonë, jo nuk e di që është gazetarie, në universitet shumë mirë siç është Elbasan, shikojnë ç'a thot Luciano Boçi. Para njerëzve cilët sigurisht janë militant, janë të ngarkuar, janë të irrituar, kanë zemrat ndaj qeverisë, dhe shiko ku e derdh zemrimin e qeverisë Luciano Boçi. Ta ndjekim pak. Nuk jemi mbledhur as për tu numëruar nga dronët e mediave vampire të Edi Ramës, cilat i kemi pas sipër kokës dhe i kemi sipër kokës, dhe cilat i kanë shpallur luft hapur opozitës dhe zvërtetës. Flogert, këtu sigurisht nuk është problemi se këto i thot, për shumë dhe zoti Berisha e ka këtë retorik, kuptohet, por zoti Berisha nuk e thot të parë temi ato që quhen mitingazh, njerëz që janë të karikuar, kanë emocione të tjera, nuk janë të detyruar të kuptojnë gjërat thellë, sepse në miting nuk kuptohen gjërat thella. Një miting, një protest, kur njerëzit thirrën revolt, thirrën për të bërë ato që bën më pas. Dhe është normale, në gjitha revoltat shuash, pavarësisht se këtu ke ne është ndoshta e çike tepruar dhe egzageruar. Po kur ti del në protest dhe nuk e bën, pra zoti Berisha këtë nuk e bën. Spaku vitet e fundit nuk e ka bërë. E bën ekranet televizive, po nuk e bën protest. Pra dita ndaj këtë gjë, është profesionist dhe në sulmet e tij ndaj medias. Ka përvojë. Po këta të gjoja të rinjt, moderuar, shiko ku e bëjnë, nuk është i parë, e bën Bardhi, e bën ky, pra e bëjnë njerëz cilët presupozohen të jenë fryma e moderuar e PD-s. Dhe shikoni ç'a ndodh. Pra kjo lloj klime, dhe për të duhet ta them këtë për fat keq, deri ku kam punuar Partinë Demokratike, kam luftuar këtë lloj klime. Këtë lloj klime që të armiqësie ndaj njerëzve të medias, lista zeza, mos i shkon në emisione, mos i pranon, mos të futen selinë e Partisë Demokratike. Më e mën kur kam qenë, kur jam rikthyer nga Londra dhe fillova punë në televizionin Klante, u riktheva në televizionin Klan. Një nga gjërat e para që bëra, shkova te Berisha dhe thash si mund ta futësh Klanin në listë zezë, kishte futur televizionin kryesor të vetëm atëherë kombëtar, e kishte futur në listë zezë, nuk e lënë të futen në ambientet, gjënë që bënte me kohën tonë, gjënë që bënte në 94 me BBC-n. Po ajo është një gjë, kurse kjo që shikojmë tani që ti derdh zemratën e njerëzve që mund të jenë revoltuar për 1 miliard arsye, te gazetarët, ti thu, okay, ndoshta kjo korniza ligjore, në fakt, për fat keq, me zemër të tyre po duhet bërë. Dëgjoj, këta unë i justifikoj Sokol. Këta e thonë atë që thonë aty nga pafuqia e tyre. Këta justifikohen përballë doktorit. Këta kanë marrë një vendim, ja kanë mbushur mendjen doktorit dhe ai ka vendosur që, është absurde e di, po e kanë bërë, që të mos dalin në debat me ne. S'është hera parë, e kanë bërë gjithmonë. Se ti je çigeri, ne jemi të vjetër. Po e bëjnë tani që o duhet, eksakt pra,
Se bën ai që është mbi kal atje, se ka luksin e kartonave dhe thot jam këtu. Po ta bësh ti, që ku ta gjesh panelin që dalësh dhe të bësh debat, japësh idem të thash. Dhe këta janë të tredhur sepse nuk dalin dot përballë askujt. Nuk dalin dot më. Nuk dalin dot sepse në qoftë se unë e pyes Lucianon për rezultatin, për cilin nga, se i ka disa humbje. Për rezultatet e tij, bravo. Që nga humbjet e 2007-s në Elbasan e deri tani së fundmi në Shkodër. Ka historikën e kanë Shkodër, që për herë parë pra, është e fundit ajo, po e nisa nga fillimi deri në fund, nga kur ishte i virgjër deri tani që ka kaluar disa hallka, ai i ka periodike thellë më thellë. Dhe ai që i ka periodike thellë më thellë humbjet, vazhdon të jetë në krye të listës atje. Dhe ai nuk ka asnjë justifikim, as ai as të tjerët. Dhe ja kanë fajin dronet e mediave. Dhe ja kanë fajin dronet sepse nuk mbush dot sheshin. Ja kanë fajin gazetarët se nuk përballon dot pyetjen dhe argumentin. Ja kanë fajin mediat kur thonë disa të vërteta që i di edhe i me bi 2 vjeçë atje. Pra, të gjitha këto, ata kanë arritur që t'ja mbështjellin doktorit i thonë të lutem. I shmangim këto. Dhe çfarë bën? Ushtrin e munguar që kanë për të shkuar dhe për të votuar për ta, e kanë përkthyer në një ushtri që mjafton për të kërcënuar gazetarët online e rrugëve ku diun se çfarë, dhe mbjellin këtë lloj fitili. Është kaq e thjeshtë, pra ata, pa fuqinë e tyre, e kanë përkthyer elektorale, pra, e kanë përkthyer në një nukël online apo militanteske të verbër për të qelluar mbi ata që ju bëjnë ca pyetje fundja fundit të thjeshta. Dhe thelbi i këtij ligji që për mua është pozitiv, pjesa e parë, pra e kriminalizimit të kërcënimit e goditjes së mësetash, penalizimit të goditjes e kërcënimit. Mbron jo vetëm median më, edhe gazetarët, se nuk jemi ne racë superiore. Mbron të vërtetën. Sepse në momentin që një gazetar ka një të vërtetë për të thënë, ka një opinion për të thënë, një këndvështrim, një qasje, ku diun se çfarë. Dhe përpara se të ndodhi kjo, e shoqja, fëmia, vllai, nëna, merr një mesazh, thot me vete, po unë do shpëtoj Shqipërinë. Ja, është vërtet. Dhe nuk e thot atë. Ama në momentin që unë e kam me zë dhe me figurë, që Sokol Balla më shon një mesazh që më thot ti po fole për ngjyrën e kësaj tavoline, e ke pisk punën dhe e di ku jeton jo të bie dhe jo të shoqe, kjo është mjeshtria gazbardhe. Kam ku shkoj sot, dhe Sokoli përpara se ta çojë mesazhin duhet di që duhet të jetë paguar mirë përpara se ta çojë atë mesazh, që t'ja vlej ai minimumi 1 vit burg. Apo jo, si ishte 1 deri në 3. Deri në 3 vjet, po. Kështu që ka që thjesht është, nuk mbron gazetarët, mo hiqi gazetarët. Shtoj vetëm një gjë të vogël. Raporti i fenomenit Boçi, si e kaj, me këtë që thot, realisht ka efekte të drejt për drejta. Nuk është fjala vetëm sepse aja shtu e thot, ose do mi bë qefi Saliut. Ka efekte të drejt për drejta kriminale. Ato janë thirrje për vrasjen e gazetarëve. Janë thirrje për vrasjen e kategorisë. Dhe këtë gjë e ka përdorur Berisha që në fillesat e tij kur na thoshte, na kërcënonte si shkelës të betimit të dheut dhe si jo patriot, dhe u bë thirrje kosovarëve që të shkaktonte vrasje të këtyre tradhtarëve në Tiranë. Dhe ruheshim nga kosovarët. Mos paku për t'i kompleksuar. Mos paku për t'i kompleksuar. Jo, si ishte kompleks. Jo, kjo e Boçit, se doktorit... Shiko, këto janë... Se për këtena i poshtë, nuk është problemes, a i ndoshta është i papërgjeshëm kur e thot. Tanë programe politike. Papërgjeshëm kur e thot, pare. A i nuk është i papërgjeshëm. A i vetëm i papërgjeshëm kur e thot nuk është. Ta, Sokol, këta flasin me turmën. Nuk flasin në akademi shkencore. Flasin me turmën, dhe turma është e verbër. Turma gënje, turma indizën gjakrat, dhe turma vret gazetarët. Nëse i thua se këta janë fajtorë, vret gazetarët. Nëse i thua se blegtorët janë fajtorë, a i djekë shtëpinë e blegtorit. Do me thënë, kemi të bëjmë me rreziqe realisht të mëdha, po të mëdha shumë për shoqërinë. Këta njerëz, ama këta njerëz në provë shteti. Nëse Boçi guxon pas miratimit të ligjit, për që të mos preken gazetarët, të mos kërcënohen, të mos shantazhohen,
edhe policia nuk e merr që nga tribunat, ta çojnë në burg, atëherë këtu kemi të bëjmë me lirinë që nuk realizohet. Arsita, unë kam vetëm një dilemë kam unë tek ky ndryshim i kodit penal. Frika si duke sikur shpallet zyrtarisht një luftë. Sepse në fund fare, një shoqëri pishet edhe nga përplasja e opinioneve, ndonjëherë edhe përplasjet e ashpër, nuk është e thënë, shoqëria kështu pishet. Megjithëse duhet të them për fat keq që këto 34-35 vjet tek kjo pjesë, një pjesë e klasës politike vazhdon dhe nuk ndryshon, siç e pam edhe nga ajo që thot Boçi ditën e shtunë. Po prapë unë i ndruhem kësaj sepse zyrtarizon një friksion, zyrtarizon një ndarje. Mund të qëndroj si logjik, por unë mendoj që kjo më shumë përpiqet ta shuaj atë luftën, përpiqet të standardizoj një formë të re të mbrojtjes së gazetarëve që janë pretendohet që kanë qenë një grup i marginalizuar në thonjza, sa i takon mënyrës se si shpeshherë janë atakuar nga politikanët dhe atë dhe qasjen se si sot e prezantoi edhe ministri, që tha kjo vjen për konsolidimin e shtetit të së drejtës, kjo vjen për të mbrojtur lirinë e shprehjes dhe kjo vjen si një direktiv, pra një farë mënyre, e drejt për drejt e Bashkimit Evropian për të çuar përpara për afrimin e legjislacionit të plot, që do të thotë. Në kohën kur unë punoja në administratë publike dhe bënim për afrim legjislacioni ka qenë për afrim i pjesëshëm. Tani po flasim për përafrim të plot të legjislacionit dhe këtu nëse e shikojmë në plan, nuk ka më marrëzgabime, sepse këtu flasim për përafrim të këtij ligji me 7 direktiva të Bashkimit Evropian, të cilat u cituan edhe nga ministri në fjalë, që do të thotë, nga vetë Bashkimi Evropian ty të imponohet një farë mënyre që ti ta zbusësh qoftë ligjin paraprak edhe të proteksionit, por nga ana tjetër ty të duhet sot të bëhesh mbrojtës i kategorisë, pra këtu e kategorizojmë grupin e gazetarëve, që do thotë ne nuk i mbrojmë të gjithë me këtë ligj që fusim në fuqi, por do të ndërtojmë një, po themi, agent, ku do të futet regjistri i gazetarëve. Dhe ajo lufta që citon ti mund të dalit tek ana tjetër, pra kur ti e fut në fuqi dhe ti ndërton një regjistër, këtu ti është gracka e të bërit diskriminues në mënyrën se si do ta mbrosh gazetarin që është, po themi, me rregulla dhe punon me rregulla të mirëqëna, një farë mënyrë, dhe na del një problem tjetër ligjor, që ta them në një moment pak më vonë. Këtu ti mbron ata që janë ligjërisht me kontratë, punojnë brenda një institucioni, po themi, të medias. Por ke këto gazetarët e tjerë të vetë shpallur dhe citoi shumë bukur zonja përpara, që tha ne gazetarët nuk i kemi as standardizuar si kategori me ligj, që kush është gazetari dhe si duhet përfaqësuar. Pra ka gazetarë të vetë shpallur. Ajo çapo diskutonim sot në redaksi është e ushtrojnë de facto. Ajo që diskutonim sot në redaksi është, a quhet gazetar, se për shembull një gazetar im thotë djeshëm të shtunën ishim protestë. Dhe për shkak të zhvillimit të protestës unë u distancova nga operatori. Mua mu mos sulmojnë, po mund sulmojnë operatorën. A quhet dhe operatori gazetar? Kjo është ashtu. Kjo kategori, qoftë operatori, qoftë analist, duhen të gjithë, prandaj botërisht qoftë artikull shkrues, apo i aktivistit operatori, botërisht është nga më të rëndësishmit operatori. Ja, sa ta përfundoj. Të gjithë këto kategori nuk përfshihen në këtë ligj. Pra dhe aktivisti, dhe shoqëria civile, dhe ne si analist tu që vim në studio, të gjithë ne jemi prone, thuhet, pra jemi të ekspozuar ndaj faktit që në një moment caktuar mund të na çojnë në penat, na ndjekin penalisht për një gjë që konsiderohet shpifje. Pastaj elementi i dytë është kategoria, dalim te kategoria, çfarë është shpifja? Okej. Dhe kush është në vetvete, si do ta përkufizojmë ne këtë dhe ku është limiti mes asaj që quhet shpifje dhe asaj që nuk quhet shpifje. Me thënë vërtetë Arseta, nëse gazetar themi në thojza me përvojë quheni si doni, ne e dim çfarë është e vërteta deri diku dhe çfarë është e gënjeshtra. Pra nëse unë them që Edi Ramën do ta marrin me 20 janar sa shushi verdikt në Amerikë dhe nuk dihet do kthehet apo s'do kthehet, sigurisht kjo është jo vetëm që është gënjeshtër, por është një shpifje banale. Jo, nuk po e kjo nuk është shpifje, vëlla. Shpifje. Kjo është çmenduri. Me jo në rregull. Kjo është shpifje. Tu pyetja më e madhe. Kurse opinioni është i lirë. Ti, unë, Kroku, Flogerti, Brisanek jemi të lirë të shprehim opinionet tona dhe themi na pëlqen qeveria, na pëlqen sa pëlqen opozita dhe
Ti Po, ka një limit. pos deshën ati gjosh Po, trokanale. deklaratat të tilla- Sot Arjan Çani e ka pas burat, për që mund të ka një trokanale, limit, shumë burat. Okoli, po ka një limit në çdo gjë. Dakor, ti ke mendim kundër, je kundra qeverisë, po je edhe kundra opozitës, nuk ka rëndësi Po. bindja jote. Ç'është ajo që ka një limit edhe në retorikë, edhe një analist që del, ka përgjegjësi publike për atë të vërtetën e tij dhe për atë që ai thot. Për atë që thot Dhe apo për të vërtetën. Për atë që thot të bazuar tek e vërteta. Patjetër, Se nëse ti flet brot shkulla dhe kjo nuk ka, isha në një debat, në një diskutim me një djalë aktivist dhe më thoshte që për ligjin e barazisë gjinore nuk është i mbështetur dhe ngulte këmbë që nuk është i mbështetur në direktivat Bashkimit Evropian. I thash zotri, unë jam kompetente e kësaj gjëje, unë jam ekspert i integrimit evropian, unë kam punuar me këtë dhe unë e di dhe ti them dhe direktivat mbi të cilat mbështetet. Ai nuk ka shpifur. Ai thjesht ka treguar që është ignorant. Jo vetëm ignorancë, po është dhe dashapërsi, sepse ai edhe nuk ka shpitur dhe del dhe do e reklamon. Në qoftë se ai të kriminalizon ty me akuza penale, atëherë ai shpif. Po në qoftë se ai tregon që është ignorant, s'ka problem. Jo, ignoranca nga dashapërsia, një fill i holli ndan. Ajo deklarata 20 janarit është një deklaratë që sill pasoja deri destabilitet, po për kryeministrin. Dakor, po them kur thot nuk është kështu ligji, Profesioni gazetarit është një profesion i spikatur, ti nuk është një person normal e ta bën mikrofonin në gojë në rrugë dhe çështjen e ligjit të barazisë gjinore, ajo ishte duhet parë dhe ajo. Edhe ajo duhet parë, po ideja është më ti nuk se atje na u tha që do binte në një orë caktuar tërmet nga i media. Dhe po ta shifshe dhe di qëna tregtare kanë pas moment të ankthi një. E di çfarë i kam thënë? Sokol, do t'rregoj vetëm një episod. Po ti futemi pas te Covidit. Ishte aq e tmeshme, Sokol. Më fal. Unë bëra një Covidi është një gjë tërmeti tjetër. Bëra një artikull se çdo gazetar, edhe ai më amatori që nis nesër punën, e di shumë që ka një gjë që nuk është shpikur, dy gjëra që janë shpik akoma. Ilaçe kundër kancerit dhe mekanizmi si të parashikohet tërmeti. Më fal, dhe unë, Sokol, nga i tmerrja të natshëm, bëj një lajm te ai portali Modest dhe them që ato që thua ti, që nuk parashikohen tërmetet, qetësoni, dhe pash që isha vetëm unë edhe 2-3 tjerë, 3 dritat ndezura, dhe i them si me shoqe. Ana i them, dalim, je të çmendur tha, do ikim nesër në punë, tha, vazhdo tha se nuk parashikohet tërmeti. Por edhe shumë, mos do vdesim vetëm ne të mëndshmit dhe gjithë budallin do shpëtojnë ata që ikën dhe besuan. Jo, ata se budallë, po ideja është... Jo, pra jo, ishte mekanizmi që përdoret... Shifra roli ka gazetarë. Ishte shakaja, pra. Kjo është roli sensitiv. Ishte shakaja, pra, të vërtetën time, nuk e besuan sepse njeriu është i predispozuar të friket. Dhe ndaj atit dhe atyre që bën atë që bën, që mund ndodhë merrja të natë, është ose ignoranca, ose dashakeqësia, ose dizinformimi. Tani jemi në 3 pika. Dhe do të thoja edhe një gjë, të lutem, që ta mbyll logjikën se ajo që ndodhi sot me këtë unionin e gazetarëve dhe me përfaqësimin e tyre që dolën dhe folën, hap një problematik shumë më të madhe akoma, që edhe kjo do dojë ndryshime ligjore dhe përafrim me direktivat e Bashkimit Evropian, që është kushtet e punës të gazetarëve, mënyra si ato punësohen, kontratat e punës, çështjet financiare, të gjitha këto, mbrojtja që i bëhet dhe ushtrimi i profesionit të tyre që duhet jetë de facto, pra duhet jetë institucionalizuar. Dhe dalim te një problem tjetër tani, që ky ligj jo vetëm që i kategorizon gazetarët, jo vetëm që ngre një diskriminim të brendshëm që mund të çojë te kjo lufta brenda llojit, por nga ana tjetër na çon për të adresuar një problematik tjetër që është akoma dhe më e madhe, që është institucionalizimi i profesionit të gazetarit. Pra, ndoshta edhe mund të themi edhe ndoshta edhe puna. Se ka gjithë bota e ka këtë siklet edhe se ka zgjidhur prej mund të bëhet rregullime ligjore. Është eksperiencë e tëra. Është një fjalë. Ka ligj për gazetarët. Jo, askush nuk ka ligj. Askush nuk ka ligj. Prishtina, askush ka ligj për gazetarët. Po betimin nuk ka ligj për gazetarët. Dhe këtu kanë ngecur të gjithë. E ka Italia, por është nga të pakta. Po, s'ka ligj për gazetarët. Është nga të pakta që ka urdhën e gazetarëve. Dhe këtu gabojmë pastaj se jemi kushtet e punës, po kushtet e punës si është? Ti tani ti je gazetar edhe mos punosh me kontratë pune? Si do të mbrohesh ligjërisht në kontratë pune? Vetëm ky aspekt e punonjës. Ti je në institucion. Nuk ka ligj, dëgjoj mua, ta dëgjoj prej. Nuk ka ligj për gazetarët. Britania e Madhe, ky një shumë mirë. Është vërtetur me vite, me dekada. Se nuk është arsimimi, domosdoshmëria, se mund të jesh është vërtetur dhe përfundimisht vetëm një amendament kushtetutës ka marrur punë. Përfundimisht ka shkuar një profesion që bazohet tek liria, kur ti fillon
i vë ligje për ta... Jo e dini, Anglia sot mbështetet Kërzuar vetëm te shtyllën. kodi estetik, kodi etikës, vetëm kodi etikës. Ti si as kod etikës ke Edhe këtu. ky ligj. Po mirë, është tjetër gjë. Po nuk e Jo, Vetëm kodi është dhe etikës. kodi punës. Dhe kodi punës të shkelur, jo vetëm kodi etikës. Gazetarët, Jo, po s'ka mirë, kod Në etikë. këtë gazetarët janë Nuk e vetë ka kodin rregulluar. etikës, po pse thonin Unioni Gazetarëve që është mbështetur mbi kodin e etikës dhe mbi kodin e punës? Jo, ma- Për aq kohë sa s'ka kod etike. Kod etike duhet ta dinë vetëm ata që kanë marrë lekët me ne fondacion. Dash ka reformua Koli pra. Publicitet dhe rikthehemi flasim për shpifjen apo lirinë e shpifjes. Rikthehemi pas pak.